Selamu alaikum. Sa përfundum një varrim këtu në Prizren, Zotë më shiraftë atë nanë që vdiq edhe shpërblet me xhenat. Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo është vendi që mas shumë të njerëzit marrin mësim. Marrin mësim domethënë unë edhe ti, pas nevojë këta me na këshillu. Ja, kjo është nana që u varës. Çështu është jeta. Të dashurit, të afërmit, akrabat, normal se kanë më kthy në shtëpitë e veta. Shiko? Shumë normale, se kërkush nuk jenë me ty në varë. Por, mas shumë të që pa fol fare, t'japin mësim janë të vdekurit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam na ka tregu që të vizitojmë varrezat, sepse kjo ta kujton vdekjen. Edhe ti prish ato planet e tua, ka pak duhet me bë plan edhe për me vdek, e jo veç me jetu. Ja, ka njerëz që tin ja u lexon emrin aty. Te varri, sa ka jetu, qysh ka jetu. Allah na përmirësoft. Sa shkurt është kjo jetë. Subhanallahu al-azim. Allah na falt.